Mbrëmjen e djeshme, në sallën e Universitetit të Arteve u zhvillua koncerti i radhës e Orkestrës Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar, në drejtimin e maestro Fernando Marina. Ky koncert solli premierën e Rapsodisë për orkestër simfonike të kompozitorit shqiptar Ylli Ramzoti, e frymzuar nga motivet e Shqipërisë së Mesme. Krijimtaria e Ramzotit u prit me shumë interes nga publiku artëdashës, duke shënuar një moment të rëndësishëm në skenën muzikore shqiptare. Mbrëmja vjoi me vepra të përzgjedhura nga kompozitorët Johan Valent dhe Antonin Dvorak, ndërsa violinisti virtuoz Smerald Spahia u ngjit në skenë si solist, duke dhuruar një interpretim brezlënës. Koncerti ndërturi traditën shqiptare me tingujt universal të muzikës klasike.